Zotrin Rejsaj, kënaqësi ju kemi virtualisht në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Pra, nga vetëvendosje, vese janë u deklaruan pak më parë se i kanë emrat për president konsensual, ndërkohë që nuk kemi akoma ndonjë deklarim zyrtar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mendon që jemi afër një marrëveshje, mendon që do të arrihet një dakordim në bazë të këtyre propozimeve që do të bëhen, që akoma nuk i di me emrat, por gjithsesi nga ajo që ka thënë zotri Konjufsa, pra është që në fakt sipas tij besojnë që janë shumë afër të bëhet një zgjidhje për çështjen e presidentit. Deklaratat e tilla ka pasur edhe në zgjedhjet e vjetorit, që çështja e presidentit është punë e kryer sepse kemi personin edhe i cili është personifikues por që rezultoi që e kundërta. Prandaj unë duhet besoj që deklaratat e zyrtarëve të partive politike, të lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës të jenë deklarata më serioze. Dhe përfundimisht të përfundoj kjo telenovel, kjo dramë pa nevojshme e cila është duke i shkaktuar dëm jo vetëm institucioneve të vendit, por dhe qytetarëve, sepse në mungesë të funksionimit të institucioneve të vendit ne kemi ngecur shumë brapa. Në qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e zbatimeve dhe implementimeve të marrëveshjeve, marrëveshje ndërkombëtare, të cilat e kanë kaluar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe këto dramë, këto telenovelat e tipit latinoamerikan duhet përfundojnë sa më shpejt që është mundur. Votat i kanë për të krijuar Kuvendin, votat i kanë për të krijuar qeverinë, dhe nuk guxojmë që të ngecim edhe të pjesa e presidentit. Para përgjithësisë, natyrisht gjithmonë kam thënë dhe vazhdoj të them është që të gjej kompromis dhe të gjej zgjidhje është i takon partisë fituese e cila ka fituar 51% të votës së qytetarit. Dhe ajo pjesa e kritereve që ne kam përcaktuar, edhe ajo është një telenovel. Sepse kriteret për president janë të përcaktuara me kushtetutë dhe me ligj. Prandaj këto telenovelat politike të cilat tentojnë që të qetësojnë gjakrat e qytetarëve dhe në një farë forme që të qetësojnë gjakrat edhe partive tjera të cilat kërkojnë dhe insistojnë që të konstituohen për institucionet, është të kështu një politikë ditore të cilat vërtet janë duke i shkaktuar dëm të vendit. Jemi në situatën ku po çohet deri në limit dhe po të kalohet limiti i rendit juridik dhe kushtetues me vetdije. Dhe kjo nuk guxon të ndodhë sepse nuk kemi kohë për të humbur. Qytetarët duan të kenë institucionet, qytetarët duan të funksionojë shteti, qytetarët duan që të kemi një stabilitet ekonomik, të zhvillimit ekonomik, një stabilitet institucional dhe institucionet e besueshme. Ne sot jemi në situatën kur edhe nëpër digastere, nëpër ministri, pozitat kyçe të institucioneve të këtyre digastereve janë me ushtrues detyre. Dhe është i kaluar limiti i mbajtjes së kësaj pozite. E të mos flasim për pjesën tjetër ku kemi duke filluar nga kryeministri dhe gjithë kabineti i kryeministrit me ushtrues detyre. Shumica prej tyre janë vetëm se kanë marrë mandatin si deputet. Andaj deputeti i ndalohet me ushtru funksion tjetër publik. Andaj gjitha gjithë ky lagj politik është duke krijuar pasoja të rënda juridike dhe është duke sfiduar dhe cënuar edhe rendi kushtetues. Në fakt, vetëm nga PDK-ja u deklarua sot që do të ketë një kallëzim penal lidhur me këtë çështje, si prit në fakt që do të zhvillohet më tutje kjo ngjarje ose kjo histori, mund të themi kështu, pas këtij kallëzimi penal që do të ndodhë, cilat mund të jenë procedurat tutje ligjore që mund t'i ndjekin, pra
Kurtin dhe ministrat e tjerë? Kodi penal i Republikës së Kosovës ka dispozitë të veçantë i cili përcakton që sankcionohet secili individ i cili dhe zyrtar publik natyrisht i cili nuk e zbaton ose nuk e respekton një gjykim të gjykatës gjykimi i cili ka formën e prerë. Andaj, masat e dënimit janë shumë të ashpra. Tash kur flasim për zyrtar publik i cili gjatë ushtrimit të detyrës do të nuk e respekton një gjykim të gjykatës, dënimi mund shkojë me burgim deri në 5 vite. Mirë, po natyrisht varësisht nëse prokuroria kallëzues në këtë rast Partia Demokratike në rast se ka deponuar kallëzimin penal, do duhet që ta argumentonte se cilin individ veç në situatën kur dhe në cilën masë ka shkelur ligjin dhe ka rënë ndesh pikërisht me këtë dispozitë të kodit penal. Është prokuroria dhe gjykata ajo e cila duhet ta vlerësojë. Prokuroria mbi bazën e argumenteve mund të ngrisë akt akuzë dhe natyrisht akt akuza duhet të shqyrtohet ose të fillimisht aprovohet në gjykatë dhe të vazhdoj procesi gjyqësor. Por sido që tjetë, kjo praktik e mos respektimit të vendimeve të gjykatës është në një farë formë është duke dëmtuar institucionet e vendit duke bërë edhe më të prish sistemin e drejtësisë sa që është. Sepse në rast se gjykata nxjerr një gjykim dhe ai gjykim ka marrë formën e prerë, ai gjykim nuk kupton që duhet të zbatohet. Tash jemi në situatë kur zyrtarët publik bien ndesh me ligjin, me vendije të plotë dhe vazhdojnë të ushtrojnë funksione tjera publike me kundërshtim me gjykimin e gjykatës supreme, cili ka sqaruar shumë qartë. Mirë, po nga ana tjetër duhet edhe të analizohet sepse qeveria në detyrë dhe ministrat në detyrë mund të marrin vendime të kufizuara, të përcaktuara në bazë ligjit, cili i jep këto kompetenca. Sepse nuk do të thotë që nëse një ministër është në detyrë, nuk ka fare kompetenca. Kompetencat e një ministri në detyrë, të cilat i përcakton ligji, janë kompetencat të kufizuara në aspektin menaxherial, do të thotë në aspektin e menaxhimit të dikasterëve, por që nuk kanë të drejtë të fillojnë procese tjera cilat i kanë pretenduara siç janë të përcaktuara me ligjin për qeverinë. Tani për t'ju kthyer edhe një herë çështjes së presidentit, shohim pra që edhe PDK-ja në fakt edhe Aleanca janë me ditë të tëra të cilët po shndrojnë në kuvend duke bërë thirrje për vazhdimin e seancës konstituive. Në anën tjetër, akoma një takim i radhës në mes të vetëvendosjes dhe LDK-s për të propozuar emrin për president ose të ketë marrëveshje para ata insistojnë pra pikërisht për një marrëveshje para se të bëhet konstituimi i kuvendit. Mendoni që është dashur një kohë kaq e madhe në situatë që krizën në cilën jemi, partive vetëvendosjes dhe LDK-s për të propozuar emra konsensual, meqense vazhdimisht në takimet e tyre është diskutuar për çështjen e presidentit, por sot nga vetëvendosjeve se u deklaruan që i kanë emrat, por nga Lidhja Demokratike akoma nuk kanë ndonjë deklarim nëse kanë emrat konsensual. Mendoni që është dashur ka shumë kohë apo qëllimet janë krejt tjera nga ato që deklarohen? Ajo që shohim që si LDK, si lëvizja vetëvendosje ka një qëllim, përfitimin sa më të madh politik. Se po të kishte vullnet, kjo çështje do kishte mbaruar qysh vitin e kaluar, nuk do të kishim pasur nevojë fare që të kemi sërish zgjedhje dhe të vim në situatën ku sërish rrezikohet që shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Dhe thotë, thjesht kemi ardhur në pikën sa që gjithçka që thuhet dhe deklarohet mund të jetë thjesht një konsum politik dytor i cili nuk ka asnjë veprim konkret. Deklaratat e tilla janë thjesht deklarate poshe pa veprime konkrete. Qytetarit presin veprime konkrete. Personalisht, si qytetari i këtij vendi, pres veprime konkrete të partive politike, në këtë rast të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike, që ta gjejnë një zgjedhje, ose të le të deklarojnë nuk ka kompromis dhe të heqim tutje, të shkojmë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe ta fusim vendin akoma edhe më shumë në unë. Andaj, duhet veprime konkrete. Deklaratat e konsumit politik ditor thjesht për mua janë pabesueshme, thjesht janë deklarata kush kënd po e mund me deklarata ditore dhe pa asnjë rezultat. Unë nuk e besoj që janë duke kërkuar një kandidat i cili mund të vijë nga një planet tjetër. Kosova ka kandidat të mjaftueshëm cilët i plotësojnë kriteret ligjore për u propozuar si për president apo presidente të vendit. Dhe jo të analizohet gjithë kjo, të humbet gjithë kjo kohë, thuaj se duam të propozoj një alien për president. Kjo është e papranueshme, kjo vërtet të kalon çdo pritshmëri dhe çdo lloj turimi të secilit qytetar. Aq më tepër kur partitë politike të kalojnë ose komplet ignorojnë këtë pjesën ligjore kushtetuese, të cilat kritere janë të parapara me kushtetutën me ligj. Dhe të vendosin kritere, ky është kriteri numër 1, 2, 3, 4, 5, kriteret cilat janë përcaktuar me kushtetutën me ligj. Gjeni një kompromis, gjeni kandidat adekuat, arrini një konsensus dhe vazhdoni me tutje. Patëm edhe lajmin e fundit, në fakt, zotri, ndërsa që ish shefi misionit të verifikues të OSBE-s në Kosovë, ambasadori në pension William Walker, fakti është drejtuar, sipas raportimeve në media, me një letër liderëve të partive politike për të përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës, duke propozuar në fakt Faton Bislimi si kandidat për president të Kosovës. Si e keni pa një propozim të tillë? Natyrisht, çdo lloj propozimi i cili mund të jetë i pranueshëm për fundja, secili propozim është i mirëseardhur, por secili propozim nuk ka asnjë efekt në rast se nuk ka dakordim të partive politike të cilat mund të kenë numrat për të votuar presidentin. Andaj, zoti Bislimi natyrisht e ka një background të respektuar, as më tepër është shumë i respektuar në administratën amerikane dhe ka lidhje shumë të afërta me njerëzit cilët qeverisin me Departamentin e Shtetit. Mund të jetë një emër i cili mund të jetë potencialisht emër konsensual, por gjithmonë varet nga partitë politike. Ne kemi situatën tash, jemi në situatë ku secili mund jep pse jo, mund të jep ndonjë propozim, ndonjë ide, potencialisht që ky person mund të plotësojë ose mund të jetë kandidat potencial për president. Fundja ne kemi edhe situatën, ne kemi nikun më të madh të Kosovës, ideatorit të shtypsin më të madh të çështjes së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili u derua me çmimin doktor honoris causa, kurin e shtetësisë kosovare, pse të mos jetë edhe ai një nga kandidatët e kam fjalën për ish kongresmenin Joseph Diogar, pse të mos jetë edhe ai një nga kandidatët, meqenëse se nuk po arrim që të gjejmë një kandidat shqiptar që mund të jetë president, pse të mos jetë edhe ai. Do thotë edhe kjo mund të jetë si opsion, por gjithmonë gjitha propozimet mbeten në dorën e partive politike që gjejnë një konsensus dhe të ecin më tutje.
Në fakt edhe në të kaluarën ka ndodhur që emri presidentit të na vije me zarf nga ndërkombëtarët. Është thënë shpesh herë edhe në studio televizive, është diskutuar nëse do të arrijmë në një situatë të tillë apo nëse duhet të ndodhë edhe kësaj radhe kështu, pra meqense nuk po arrihet të dakortohet. Por mendoni që në situatën që jemi, ku Lëvizja Vendosje është partia që ka fituar zgjedhjet, mendoni që do të pranonte ndonjë propozim nga ndërkombëtarët për një emër për president? Unë nuk jam në mendje, nuk e di se çfarë mendojnë. Por baza asaj se çfarë është parë deri sot në qëndrimet e tyre. Unë nuk e besoj që do të kemi situatat e tilla ku presidenti do të vijë në zarf. Emri i presidentit do të vijë në zarf. Do të besoj që ne kemi kaluar atë lloj krize ku ka qenë pamundur që të arrihet një kompromis për të krijuar një institucion. Në periudhën kur e kemi pasur këtë situatë, natyrisht se ka qenë periudhë tjetër, situatë tjetër, kohë tjetër. Ajo periudhë ka kaluar, tani ne duhet të dëshmojmë që parti politike mund të krijojnë institucionet e vendit mbi vullnetin e votës së dalë nga qytetarit, pa ndërhyrje dhe pa presion ndërkombëtar. I vetmi presion ndërkombëtar që duhet të bëhet është që të insistohet që të zgjidhet, të gjendet një zgjedhje nga partitë politike dhe të mos ketë fare ndërhyrje në zgjedhjen apo gjetjen e një kandidati potencial për president apo për kryeministër apo për kryetar kuvendi, sepse tashme Kosova e ka kuptuar mënyrën se si duhet funksionon të demokracia, por që jemi në një situatë ku partitë politike akoma nuk e kanë kuptuar dhe se kanë arritur atë kulturën e respektimit dhe zhvillimit të politikës dhe respektimit të demokracisë dhe ngritjes së nivelit të demokracisë në vend. Akoma jemi me mentalitet ballkanik, me mentalitet të kështu, unë baj flamurin dhe unë jam ai i cili pyetëm dhe unë jam ai i cili vendos. Përderisa nuk të kalohet ky mentalitet, po e shoh që Kosova do të ketë edhe në të ardhmen problemet e tilla. Një pushtetas, një lider i vërtet gjithmonë në demokraci gjen kompromisin, gjen zgjedhjen dhe ecë me tutje. Gjithmonë duke i respektuar edhe pjesën tjetër të qytetarëve të cilët nuk e kanë votuar dhe të cilët nuk e kanë dhënë besimin për të qenë lider. Por sido që tjetë, një lider duhet e ka barën e përgjegjësisë edhe ligjore, edhe politike, edhe kushtetuese që të krijojnë institucionet dhe vendin vetë përballë. Zotëri Nejca, unë ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe analizën tuaj. Ju përshëndes. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Tani nga kjo temë do të kalojmë në një tjetër temë.